Mbani diabetin nën kontroll me këtë lëng me dy përbërës. Diabeti është një problem i cili nuk duhet të neglizhohet, por duhet të mbahet nën kontroll përmes produkteve natyrale. Gjithashtu edhe në mbikëqyrjen e një eksperti mund të bëni ndryshimet e duhura për dietën tuaj. Personat të cilët vuajnë nga diabeti dhe nuk marrin medikamente mund të realizojnë një ushqyerje më të shëndetshme për menaxhimin e luhatjeve të tij. Për përgatitjen e kësaj recete, krejt çfarë ju duhet është një kokër qep nga e cila do të nxirrni lëngun e saj. Ja si të veproni. Merrni një qep dhe ndani në 4 pjesë, pastaj hidheni në një kavanoz të mbushur me ujë të pastër rreth 200 ml. Mbyllini kavanozin dhe lini të qëndrojë për 8 orë dhe gjithashtu në mëngjes tretësira e fituar kullohet dhe pihet esëll. Pirja e saj duhet të bëhet brenda 10 minutash. Gjithashtu nëse gjendja juaj është e çrregullt, paraqituni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar për të evituar kështu komplikacionet e diabetit në shëndet.